Kjo ka qenë gjendja e lagjes Liria për shumë vite. Rrugë të amortizuara, mungesë kanalizimesh funksionale dhe ndriçimi i pakët që kanë shoqëruar përditshmërinë e qindra banorëve të kësaj zone. Lagja u inspektua nga kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci, i cili njoftoi nisjen e ndërhyrjeve që do ta kthejnë këtë lagje në një hapësirë funksionale dhe tërheqëse. Punimet përfshin sistemimin e hapësirave publike, rrjetin e kanalizimeve të ujërave të zeza dhe atyre të bardha, si dhe vendosjen e sistemit të ndriçimit. Është absolutisht lagja që nuk është vënë dorë totalisht për shumë vitesh dhe ka një problematikë komplekse. Por sot kemi filluar punën drejt për drejt në radhë parë me kanalizimet. Problemi i ujërave, i shirave, përmbytjeve që ndodhin gjithë lagjen është evident, të gjitha kanalet janë bllokuara. Sot ndërmarrja aksioni shërbërbashkët me ndërmarrjen e ujësillcave, me ndërmarrjen e bashkisë dhe me komunitetin, të cilët janë gatshëm të bashkëpunojnë. Dhe sot ka filluar një aksion për pastrimin e gjithë kanaleve të ujërave të bardha dhe njëkohësisht sistemimin e disa kanaleve të ujërave të zeza. Është një problem tjetër që kemi këtu me hapësirat publike, është evidente sapo e hyn Shkodër, krahun e djathtë, e gjithë kjo zonë e cila ka nevojë absolute për një rregullim, prapë me ndërmarrjen e bashkisë dhe me bashkëpunimin edhe të komunitetit, do ta rregullojmë hapësirën, do ta sistemojmë. Kështu që besoj që po kështu për ndriçimin kemi nevojë për ndërhyrje në disa pikë ndryshimit krejtësisht e errët zona. Janë disa ndërhyrje bazike të nevojshme që përfaqësuesi i komunitetit ky drejti dhe ato na e paraqitën, edhe mendoj që është një punë e mirë që të kemi filluar që sot që ta bëjmë. Faleminderit për ju, për Bashkisë Shkodrës, se ka falëmuar për kush deri sot. Çka kena kanë të mirë në drejtë. Tash inshallah çështë sot filloi puna. Kjo ndërhyrje Bashkisë Shkodër nuk është vetëm për infrastrukturën, por edhe dinjitetin e banorëve të lagjes Liria dhe për ta kthyer portën e Shkodrës në një hapësirë funksionale tërheqëse për qytetarët dhe vizitorët.